Çmimet e naftës u rritën mbi $100 për fuqi të hënën, ndërsa marina amerikane u përgatit të bllokonte anijet për dhe nga Irani nëpërmjet ngushticës së Hormuzit, një veprim që mund të kufizojë eksportet iraniane të naftës, pasi Washingtoni dhe Teherani nuk arritën një marrëveshje për të dhënë fund luftës. Kontratat e ardhshme të naftës së papërpunuar Brent u rritën me $6.67 në $101.87 për fuqi, ndërsa nafta e Teksasit perëndimor u rrit me $7.26 në $103.83 për fuqi. Sipas analizëve, tregu tani është kthyer kryesisht në kushtet para armpushimit, përveç tani që Shtetet e Bashkuara do të bllokojnë edhe rrjedhat e mbetura deri në 2 milion fuqi në ditë të lidhura me Iranin përmes ngushticës së Hormuzit. Presidenti Donald Trump tha se marina amerikane do të fillojë bllokimin e ngushticës, duke rritur tensionet pasi bisedimet maraton me Iranin dështuan të arrinin një marrëveshje për të dhënë fund luftës dhe duke rrezikuar një armpushim të brish dyjavor. Ai shtoi se çmimi i naftës dhe benzinës mund të mbetet i lartë gjatë zgjedhjeve të mesit të mandatit në nëntor, një pranim i rrallë i pasojave të mundshme politike nga vendimi i tij për të sulmuar Iranin 6 javë më parë. Komanda qendrore amerikane tha se forcat e saj do të fillojnë zbatimin e bllokadës së të gjithë trafikut detar që hyn dhe del nga portet iraniane në orën 14:00 GMT të hënën. Do të zbatohet në mënyrë të plotë kundër anijeve të gjitha kombeve që hyn ose dalin nga portet dhe zonat bregdetare iraniane, duke përfshirë të gjitha portet iraniane në Gjirin Arabik dhe Gjirin e Omanit, thuhet në një deklaratë të CENTCOM. Të dhënat e transportit detar në LSEG treguan se anijet cistern të naftës po i shmangen ngushticës së Hormuzit përpara bllokadës amerikane ndaj Iranit. Arabia Saudite tha se kishte rivendosur kapacitetin e plotë të pompimit të naftës përmes tubacionit lindje perëndim në rreth 7 milion fuqi në ditë. Disa ditë pasi dha një vlerësim të dëmeve në sektorin e saj të energjisë nga sulmet gjatë konfliktit me Iranin.